Vazhdojmë të jemi së bashku me emisionin e Kurban Bajramit, në një emision ku përveç le të themi rrëfimeve dhe bisedave, sjellim pse jo dhe shumë njohuri edhe disa mesazhe të bukura për festat. Sot me Ylzën dhe me mua kam kënaqësi që të kemi në studio Imam Fikret Shaptafën. Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se ne keni ardhur në studio. Mirë se ju kam gjetur dhe urime Kurban Bajramin juve dhe gjithë teleshikuesët e TV-s. Gjithashtu edhe ju. Gëzuar, edhe me qënë se jemi në festë dhe filluam që jemi në një ditë feste, nëse pyesim se cilë është vetë mesazhi që përcjellin festat, çfarë do të thoni? Po fillimisht krijuesi i gjithësisë, i cili ka krijuar gjithësinë, por brenda kësaj gjithësie jemi pjesëtarë edhe ne ku jetojmë jetën konform ligjeve strikte që i ka krijuar krijuesi i gjithësisë. Nga kjo Allahu xhallahu ala na ka sjellur neve ditët, javët, muajt, vitet dhe konform këtyre jemi të obliguar që të adhurojmë krijuesin e gjithësisë. Mirë po, njeriu është i prirë që të arrijë në vepra të vazhdueshme, të njëjta, të arrijë një lloj monotonie. Dhe pikërisht për shkak kësaj monotonie, edhe Allahu xhallahu ala na ka obliguar neve që ta adhurojmë me kohë të caktuara në forma të caktuara. Madje herëhersh lidhet edhe me vende të caktuara, siç është rasti i haxhit, ku haxhilerët tonë janë atje, lutim Zotin që të kthehen shëndoshë mirë dhe me haxh të pranuar. Që do të thotë se ka ndoshta vende të caktuara ku vetëm në atë ambient kryhet adhurimi i caktuar. Ka muaj të caktuar siç ishte muaji i Ramazanit, ku në atë moment të caktuar e kena një adhurim i cili nuk përsëritet pastaj tër vitin, pastaj pas një ciklit vjetor përsëritet sërish dhe duke pas parasysh formën e adhurimeve dhe rëndësinë që ka adhurimi Allahu xhallahu ala, pikërisht pas këtyre adhurimeve vjen edhe festa. Që do të thotë se besimtari pasi që ka adhuruar Allahun xhallahu ala, fillon gëzimi i tij që në këtë dynja. Do të thotë që arrin një lloj gëzimit për shkak adhurimit që u kry dhe ky gëzim ka për të shoqëruar edhe në ahiret me takimin e Allahut xhallahu ala, gëzimi që është për shpërblimet pa mas. Që do të thotë se festa ka një kët mesazh. Ne kemi pasur Ramazanin para 2 muajve e pak. Dhe kemi agjeruar muajin e Ramazanit. Dhe e kemi finalizuar me festimin e Bajramit. Dhe po ashtu pa na humbur shpërblimin që cilin e kemi pasur gjatë këtij adhurimi. Po ashtu është edhe vlera e këtyre ditëve të Dhulhixhës. E kemi pasur 10 ditë të Dhulhixhës, i ka paraprir dita më e mirë e gjithë vitit, njështu siç nata e Akadet është nata më e mirë e gjithë vitit, njështu dita më e mirë e gjithë vitit është dita e Arafatit. E kemi adhuruar krijuesin e gjithësisë këtë ditë me lutjet tona, qoftë haxhilerët në haxh, qoftë ne këto, dhe pastaj e kemi finalizuar me festimin e kësaj dite, pra ditën e festës së Bajramit. Që do të thotë, ne gëzohemi se kemi adhuruar krijuesin e gjithësisë. Dhe ky gëzim përsëri ka për të përsëritur në ahiret kur ne takohemi me krijuesin e gjithësisë. Andaj ky është mesazhi që besimtari duhet me pas gjithmonë duhet të jetë koshient konform kësaj mesazhe. Nga se Allahu xhallahu ala e ka përmendur edhe në Kur'an, ku thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar as njerëzit, as xhenët, veç esenca është që ta adhurojnë krijuesin e gjithësisë. Mirë po vallë, çfarë do të thotë ky definim krijimi? Adhurimi. Ndoshta secilit i vjen mend pasi që përmendet adhurimi, dakor, neve na pas ka krijuar krijuesi i gjithësisë që ta adhurojmë Allahun xhallahu ala, që do të thotë mbyllemi në xhami dhe vetëm ta adhurojmë. Ja. Mirë po themi, kur janë momente të caktuara dhe kohët e caktuara, që janë shumë segmente të shkurt, në ato momente të caktuara dhe kohët të caktuara të adhurohet vetëm ai askush tjetër. Ky është mesazhi, do të thotë që njeriu të ketë njëshmëri të adhurimit të krijuesit. Ta veçojë atë ekskluzivisht me vepra të caktuara që ja dedikon vetëm atij dhe askujt tjetër. Që do të thotë se në hijen e kësaj merr kuptim edhe ajeti, që nuk i kemi krijuar as njerëzit, as xhenët, përveç që të adhurojnë Allahun xhallahu ala dhe të largohet nga çdo besim apo besdytni që është në kundërshtim me që e thën, domethënë, njëshmërinë e krijuesit të gjithësisë. Andaj konform kësaj është edhe çfarë nuk duhet të gabojmë në festa si besimtar? Në festat neve na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që njeriu nuk duhet të tajkalojë as në festë edhe në gëzime në përgjithësi, mirë po as në pikëllime edhe hidhrime. Që do thotë në mes tyre dyjave duhet mbajmë një balancë. Nga se ashtu mbrenda këtyre kornizave, nga se ashtu siç e dimë edhe nëse, ndoshta mërzia e madhe, duke i derdhur gjithë emocionet, pa nalur dhe medituar në këtë mërzi, do të vijë deri te shkatrimi. Mirë po njeriu duhet domethënë ta menaxhojë vetveten.
Nga ana tjetër, edhe gëzimi i pamas, duke i thyer gjithë limitet, kalon një çoroditje që s'ka kuptim pastaj as nga aspekti njerëzor, as nga aspekti fetar. Njeriu duhet të ketë një mesatare. Dhe këtë mesatare ne ka definuar neve shariati, nga se ne e festojmë festën. Dhe festa ka dimensione të ndryshme. Dhe konform këtyre dimensioneve, në secilin dimensione duhet kemi limite. Madje kur themi se duhet kemi edhe në çështën e adhurimit nuk duhet të tejkalojmë. Pse? Nga se njeriu është i krijuar i tillë, ku është i dobët. Dhe kjo dobësi e tij del në shesh edhe tek adhurimet. Për atë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natën e Isras dhe Mirajit, ku obligua me 50 namaze, u reduktua deri në 5 namaze për shpërblimin e 50 namazeve. Pse? Nga se nuk ka mundësi që njeriu ta bardh këtë. Andaj edhe në çështjen e adhurimeve, njeriu nuk mundet që të falë gjithmonë namaznate kur mos të flej. Ka nevojë për gjë. Nuk mundet që konstant të agjeroj dhe të rri pa hangër pa pikë. Ka nevojë për ushqim her pas here. Që do të thotë se edhe në adhurime madje e kanë limitin e vet, e leme edhe festat e kanë domethënë limitin e vet. Ne dim që ndërkohë dhe ndër vite po ndryshon shumë shpejt traditat. Por a ka ndonjë traditë që ka qenë përpara dhe që nuk duhet të harrohet, por duhet të vazhdohet që të mbahet ajo traditë? Por që në ditët e sotme fatkeqësisht ndodh. Që të flasim për traditat është një fushë edhe merren aspekti shariatik është një fushë shumë e gjerë. Nga se, siç ka thënë edhe Hasan ibn Thabit, një prej gjeneratave të para, thotë se Islami ec me hapin e kohës. Dhe me thonë që i përshtatet çdo lloj situate. Ne tani jetojmë në kohën e modernitetit. Dhe madje edhe kjo kohë të kalua, pas modernja, që do të thotë se gjithçka shohim në rreth nesh. Dakord, Islami konform një kësaj, cilat tradita i përthith dhe cilat i kundërshton. Ne kemi një rregull të artë, ku themi se çdo lloj tradite, qoftë në rrafshin social, qoftë në rrafshin fetar, e cila nuk bie ndesh me normat fetare, themi se kjo traditë nuk përjashtohet. Pranohet. Pa çka pastaj që edhe brenda kësaj tradite, edhe mas qoftë fetare, qoftë traditë zakonore e vende, e lagjes, e qytetit, e një kështu me radhë, themi se këto tradita edhe jemi duke i vërtetë që dita ditës janë duke u shkrirë dhe janë duke tjetërsuar në një formë apo në një formë tjetër. Mirë po, rregulli i përgjithshëm është që tradita derisa nuk bien ndesh me normat fetare, ata mbesin pjesë të asaj deri aq sa njerëzit i zbatojnë. Pastaj kur e lën ata, nuk ka një sforcim që patjetër ti mbajmë ato tradita sociale. Mirë po, shariati ka ardhur neve na ka ushqyer me ruajtjen e lidhjeve farefisnore. Dhe këtë është normë shariatike. Ne kemi pasur traditë. Kjo ndoshta vije edhe zbehet. Ne jemi të obliguar që ta ushqojmë këtë. Në qoftë ne si imam me ligjerime, qoftë edhe xhamati në praktik, jemi të obliguar që një këtë normë ta ushqejmë. Kashë kësaj ne kemi tradita të shumta, ashtu siç e dini edhe ju, ambëlsira të ndryshme, një kështu me radhë që elhamdulillah janë domethënë prezant në sofrat tona. Mirë po, duhet ta kemi parasysh domethënë që në përgjithësi traditat janë një rraf shumë i gjerë që ne nuk mund ta definojmë shumë thjesht edhe. Po ju si hoxh, në ditët e sotme në kohën e modernizimit, le të themi, sa e keni të vështirë ta balanconi kohën e atëhershme me këtë kohë? Për të rinjt, sidomos. Ne nuk i kemi përjetuar kohën e mëhershme. Kemi lindë dhe do kemi u rritur në një këtë fazë. Dhe për shtatin konform kësaj faze ndoshta ne gjenerata jone ka shumë më të lehtë. Se sa gjeneratat e prindve tonë apo e gjyshërve tonë. Mirë po, nga ana tjetër, rinia jemi duke vërejtë se ka kthim drejt fesë, drejt norma morale. Pa çka se edhe anë të kundërt ka dhe degenerim shumë të madh, mirë po jemi duke vërejtë në veçanti xhamia e Lamit në Mahall 3, ku rinia e Mahall 3 në përgjithësi janë aktiv për çdo angazhim. Mjafton vetëm një thirrje, më njëherë janë të gatshëm për çdo angazhim, për çdo kontribut, për çdo gjë. Interesimi veç është. Interesimi është në rritje. Mirë po, ne themi pak në një diapazon pak më të gjerë, rinia është duke ballafaquar me sfida shumë të mëdha, që edhe thyerja e saj është shumë në rritje. Dhe ndoshta edhe prind e kanë shumë vështirë, siç e dimë edhe ne, edhe edukimin e fëmijëve. Mirë po, ai është sfidë edhe për ne, padyshim që është sfidë edhe për ne. A jemi duke parë rezultate? Jemi duke vërejtur rezultate. A kemi shpresën? Shpresa jonë shumë e madhe. Andaj, pa çka se gjithë këto vështirësi, edhe ne mundohemi që ta gjejmë atë hapësirën tonë në mesin e kësaj. Nga ana tjetër edhe rrjetet sociale e bëjnë vetën, ku edhe ne bëhemi pjesë të rrjeteve sociale.
duke shërbyer atë mesazhin tonë që mendojmë se është i hajrit për ta. Si ishte pjesëmarrja sot në namazin e Bajramit? Edhe si fillon dita kur je pjesë e le të themi e gjithë xhamatit së bashku për të falur Bajramin? Cilat janë ato emocionet që vinë më njëherë pas? Padyshim njëherë tek ne fillon falja e namazit të sabahit. Edhe pas faljes së namazit të sabahit ku në përgjithësi masa dërmuese prezanton që në namazin e sabahit. Dhe pastaj qëndrojnë për rreth 40 minuta duke ndëgjuar ligjëratën deri tek kathrimi i namazit të Bajramit. Dhe pastaj gjithë janë në gatishmëri për faljen e Bajramit dhe kjo është ajo esenca asaj dite, veçoria e asaj dite. Dhe pastaj pas faljes së Bajramit vazhdon pastaj ligjërimi i hutbes së Bajramit. Dhe pas kësaj, pas përfundimit së hutbes, pastaj fillon shtrëngimi i duarve, festimi aty në ambientin e xhamisë. Është një përjetim i veçantë, nga se është ne siç e dimë kemi festat, 2 festa dhe ato janë domethënë afër njëra me tjetrës. Ne kemi pasur edhe Bajramin e kaluar. Tani e kemi këtë Bajram pas nga se distanca mes tyre është 2 muaj edhe 10 ditë parafërsisht. Edhe pastaj vjen Bajrami tjetër. Duke pas parasysh se pas këtij tash Bajramin ne kemi sezonën përpara ku njerëzit pak janë të distancuar dhe të angazhuar njëri me tjetrin dhe ky Bajram i ka shijet e veta. E ka shijen e vet edhe tek plest. E ka shijen e vet edhe tek gjenerata mesme, edhe tek gjenerata e re, madje edhe tek fëmijët, ku nuk kanë munguar në prezencën e Bajramit edhe fëmijët. Kështu që është një atmosferë që aty fillon edhe ngrohtësohet dhe pastaj menjëherë si dalin xhamia ajo pothuajse shpërthen në gjitha rrugicat e qytetit. Kurban Bajrami, ne ndoshta shpesh herë në studio kemi folur për le të themi mesazhin që përcjell, por a do të ndalim diçka të veçantë sot në aspektin fetar se çfarë na përcjell vet Kurban Bajrami? Po vet fjala Kurban Bajrami kjo është shoqëruar me kurban. Që do të thotë se ne agjeruam ditën e Arafatit, e adhuruam Krijuesin e gjithësisë, pastaj vjen kjo festë dhe kjo festë në brendësinë e saj e ka dhe një adhurim shumë madhështor, e cila është therrja e kurbanit apo sakrifica. Ky adhurim, nga se ne përqendrohena tek ajo aparenca dhe edhe shikimi jon. Mirë po, Krijuesi i gjithësisë që na ka krijuar neve dhe na njeh neve më mirë se sa na njohim vetveten tonë, na ka bërë obligim një adhurim të caktuar, e cili ky adhurim ka shpërblim shumë të madh. Ne në syrin tonë nëse e vrejmë është therrje. Madje nëse e shohim kena ndoshta edhe dëmshuri karshi kësaj. Mirë po është një normë, nga se ai i cili i ka krijuar njerëz, i ka krijuar edhe kafshë dhe çdo gjë tjetër. Çdo gjë është në shërbimin e njeriu. Dhe njeriu ka për të marrë llogari se si sillet me çdo krijesë. Maltretimi i asaj krijese, çfarë do krijesë qoftë. Maltretimi i asaj krijese, asaj baktie, asaj kafshë shtëpiake, e kështu me radhë, ke përdhan llogarinë e ditë para Krijuesit të gjithësisë. Që do të thotë se to janë në shërbim të njeriu. Dhe njeriu është i obliguar që të mirë trajtoj këto kafshë. Mirë, por ne kemi një sezon të caktuar, ku veçohen disa kafshë të caktuar, me norma të caktuara, me moshë të caktuar, e kështu me radhë, me cilësi të caktuara, që obligohen për të therrë. Dhe kjo therrje është adhurim. Nga se Krijuesi i gjithësisë neve na tregoi dhe na tha se Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë as për mishin, as për gjakun. Mirë po është një normë sheriatike që ti nëpërmjet saj kërkon që të afrohesh tek Allahu xhallahu ala. Pa çka se mu në një këtë pikë kemi shumë adhurime të devalvuar që mu në një këtë pikë janë të keq informuar dhe rrjedhimisht edhe e kanë këtë idhujtari pas vetes. Ne kemi traditë që kur i vendosin themelet e shtëpisë, therrët dhe derë dhe gjak aty, që është në kundërshtim me aspektin sheriatikisht. Pastaj kemi mbestëtni me lyrjen dhe sërpikjen e gjakut që ne do të themi se gjitha këto janë çështje të paganizmit dhe idhujtari. Dhe gjitha këto ndërthyren në therrjen e kurbanit me norma të caktuara dhe në kohën e caktuar dhe në formën e caktuar. Vetëm diçka, po kur bën kurban për ndoshta kush ka kaluar një situatë të vështirë, apo për shëndetin e dikujt. Po, domethënë këtë e ka përmbledh sheriati. Që do të thotë se njeriu a ka mundësi që të theri kurban me një sadakaje, që do të thotë se mishin i jashtë kohës së festës. I jashtë kohës së festës, mirë po është një lloj sakrifice, si mirënjohje ose falënderim ka Krijuesit të gjithësisë, pas kalimit të një sfide, që do të thotë se mishi është gosti dhe sadaka. Mirë po, çka ishte veçantë të gjithë kësaj?
atë që e folme në fillim, që është monoteizmi. Pra adhurimi i krijuesit të gjithësisë i vetëm, njëshmëria e tij, që themi se me një këtë lëvizje të dorës, një këtë thërrje e njëshmëron vetëm atë, duke përmendur emrin e tij në një këtë thërrje dhe duke dedikuar një këtë adhurim, nga sa adhurimi është në vetvete, vetëm atij dhe askujt tjetër. Pa kjo është domethënia e gjithë kësaj. E pas kësaj çdo gjë që është përfitim i asaj, çka do qoftë, madje edhe tek likura e kafshës, çdo gjë është në shërbim dhe në shpërblim në qoftë se e jep. Që do të thotë se ku është mesazhi i duhur në një këtë fest, për gjithë ata të cilët thënin kurban, që ta thënin një këtë kurban për hir të Allahut xhallahu ala. Nga sa Allahu nuk ka nevojë as për mishin, siç thamë, as për gjakun, dhe me këtë gjak nuk lejohet asgjë të stërpikësh me të. Dhe një këtë kokë të i ti kurban nuk lejohet as kërku të vendosësh atë, në asnjë temel të shtëpie. Nga se për atë të cilin e ke therr, ai është i cili që e ke realizuar këtë adhurim ashtu siç duhet, dhe tash ti je në mbrojtjen e tij. Nga se nuk ka për të mbrojt as gjaku, nga se nuk ka dobi kërkosh nga gjaku, madje këtë se kërkon as krijuesi gjithësisë, se nuk i duhet as mishi as gjaku, ai është i patmeta, i gjithë fuqishëm, i fuqi ploti, mirë po ne jemi ata që kur në formë urdhëresave të tij, ne duhet që të në mënyrë të përpikti realizojmë ata urdhëresa dhe nuk na ngjelet diçka tjetër përveç se kësaj. Çfarë mesazhi mund të jepni për ata që nuk e ndjejnë në shpirtin e tyre ta bëjnë këtë gjë, por vetëm e shohin si një obligim për Kurban Bayram, le të themi, ose për ndonjë festë kështu? Ne themi se ky është një adhurim shumë madhështor, por para këtij adhurimi duhet të paraprit një mori adhurimish dhe njohjesh. Nga se kjo është finalizimi. Ne e kemi këtë adhurim një herë në vit. Dhe ai i cili e ka përkufizuar Islamin e tij në një këtë vepër dhe në një herë vet, themi se Islami i tij nuk është i saktë. Nga se ka nevojë diçka tjetër. Ne mund të themi të kundërtën mund të themi, që njeriu nëse i realizon veprat parëshore të kësaj feje, duke filluar nga namazi, dhe ndoshta eventualisht e le thirrjen e kurbanit, ne themi se ky është brenda kunivave të Islamit. Nga se neve ku arrin devalvimi i njohjes e normave sheratike. Kur ne i zmadhojmë disa vepra dhe i bajmë parësore, ndërsa në shariat janë dytësore. Dhe veprat të cilat janë dytësore ne i bëjmë parësore. Pra të kundërtën e kësaj. Andaj nëse themi se vlerën të cilën e ka në Islam, vlera namazit, ose vlera e haxhit, ose vlera e agjërimit, ose vlera e zakatit, nuk mund asesi të krahasohet me thirrjen e kurbanit. Andaj lërja e këtyre është më e madhe tek Allahu xhallahu ala se sa lërja e thirrjes së kurbanit. Madje kemi edhe mendime të caktuara që themi se thirrja e kurbanit është sunet, nuk është obligim. Pa çka që ne shoqërojmë këtë mendim se është obligim. Dhe kjo është traditë e mirë në vendin tonë. Mirë po, themi se rëndësia e kësaj është me vend në Islam, por nuk ja kalon disa prioriteteve tjera të cilat janë më prioritet se thirrja e kurbanit. Mund të bëj një pyetje kështu, ndoshta nuk janë nga pyetjet më të mira, por ajo ndoshta çfarë dëgjojmë. Ka rastisur që nëse dikush ka pyetur dikë që pse nuk bën kurban, thotë nuk jam mirë financiarisht këtë vit. Edhe nëse ja filloj të bëj kurbanin, të therr kurbanin, duhet të mos ndalet. A qëndron kështu? Nuk qëndron. Nga se njeriu nga aspekti ekonomik mund të ketë rritje dhe ngritje dhe ulje, nuk mund të qëndroj konstant. Mund dikush të ketë një biznes, vjen një moment caktuar, falimenton totalisht në atë biznes. Që do të themi se kjo thënie e cila ka në mesin ton, që nëse ja nis me thirr kurban, zguzon më pastaj më ndal, nuk është e saktë. Nuk është e saktë. Problem është që nëse një vepër më parsorë, si thamë, ja nis namazit me fal, atë është kjo është problem. Problem madhor. Mirë po, kurbani nuk është në këtë fazën e këtij problemit. Që do të thotë se njeriu nëse i ka mundësitë dhe arrin thirrjen e kurbanit, a realizon këtë adhurim, e valla. Mirë po nëse nuk ka mundësitë, nuk është i ngarkuar më të përgjithësi që nuk ka ngarkuar krijuesi i gjithësisë. Andaj nuk duhet që ta marrim këtë si tundim. Mirë po, të mundohemi që këtë adhurim ta kryjmë nëse kemi mundësi. Nëse nuk na vjen mundësia radhën tjetër se u ndërpret, nuk ka asnjë fal. Është si çështja e haxhit. Haxhi është obligim, por obligim për kë? Për ai i cili ka arritur, domethënë mundësitë financiare. Ai i cili nuk i ka arritur, nuk është obligim. Andaj çështja e tillë është edhe te rasti i kurbanit. Sa duhet të jemi të kujdesshëm në ndarjen e mishit të kurbanit? Ndarja e mishit të kurbanit ka me traditë e mirë tek ne. Ku domethënë sillet në gjuhën tona ku 1/3 e ndajmë për sadaka, 1/3 me të afërm, 1/3 pastaj ruajmë për vete. Ne themi se nuk ka normë fikse. Ç'do të thotë?
Nëse dikush dën që gjithë mishin ta japin për hir të Allahut xhallahu sadaka, nuk prish askur gjë. Dhe e kundërta nëse themi se gjithë mishin don që ta ruaj për vete, nuk ka asnjë të keqe. Çka është e pëlqyeshme? E pëlqyeshme që për atë mishit të ketë gusti. Çka është e pëlqyeshme? E pëlqyeshme për atë mesit që të ketë lëmosh që ta japin njerëzve në nevojë. Mirë po themi se kjo ndarje nuk është fikse në shariat. Kjo themi një traditë e cila është shumë e pëlqyeshme dhe mrena zbatimit të kësaj tradite nuk prish diçka. Mirë po dikush i cili sapo i ka arritur mundësitë minimale për thirrjen e kurbanit. Dhe e thirr kurbanin. Dhe duke qenë se është në nevojë, e ruan këtë mish për vete, themi se nuk prish punë. Që do të thotë nuk është do e mos që të bajnë pjesë te kjo pjesa që ndahet në 3 pjesa dhe pastaj secila pjesë ka vendin e vet. Nëse dalim tek festa le të themi festat në përgjithësi, nga ashtu siç ja filluam, edhe nëse i marrim secilën, ne shpesh herë kemi rastisur të jemi në studio edhe për Ramazan edhe për le të themi Fitr Bajramin apo Kurban Bajramin. A është e njëjtë le të themi vlera e adhurimit, a është e njëjtë i gjithë ajo çfarë ndoshta edhe japim për të tjerët në secilën festë të Islamit, apo varion nga ne themi një herën se në përgjithësi solidariteti është një proces që ndoshta dikush e ka nevojën momentale, e që nuk është nevojë as feste, as ndonjë dite, as ndonjë muaji të shenjtë, dhe besimtari konform nevojë duhet të jetë edhe prezant. Ata të cilët kanë mundësi, nëse është nevoja që më u gjen dikuj afër në forma të ndryshme. Që do të thotë se këtë Islami nuk e ka lidh me do e mos në festat të saktuara. Çka është i obliguar besimtari? Është obliguar që brenda një ciklit vjetor që është i obliguar që ta japin zakatin. Dhe zakati është 2.5% i asaj shumës totale, pasurisë totale të cilën e ka besimtari. Ky është obliguar që ta bëjë një herë në vit. Dhe shumica ja nisin piknisjes, ja nisin ose me muajin Muharram, që është fillimi i muajit të Hijrit dhe japin çdo muaj Muharram, ose disa kanë lidhur me Ramazan. Sa herë që vjen Ramazani e japin zakatin. Dhe ky është obligimi që u përfundua. Pastaj, pas këtij obligimit, është që në secilën fest është mirë që të gjenden pranë njerëzve në nevojë, nga se që ti japin kuptim festës ata atyre, që të kenë me diçka që ta gëzojnë ata. Mirë po, jashtë kësaj nuk ka kohë të caktuar, moment të caktuar, që besimtari duke u nisur nga aspekti shariatik që është më i nxitur për dhënien e diçkaje në diçka. Ne themi se nëse nevoja momentale është për diçka, në atë moment nëse gjendesh problemi është më i madh. Nëse ka nevojë ka të kaluar, pastaj ti gjendesh kesh problem, por nuk është problemi si në fillimin e asaj nevoje. Ne jemi duke vërejtur se herë pas here, sidomos në qytetin tonë, dikush mund të ketë një fatkeqësi, dikush mund të kalon një fazë të vështirë të jetës, edhe këto janë ato momente që është duke u dëshmuar, fal Zotit, në vendin tonë, ku shifet se në popullatën tonë ka hajër, që sa herë që ndodhin momente të caktuara, njerëzit gjithmonë janë pranë. Duke ja zbut atë lloj sprove të cilën e ka godit, dhe është ne nuk na mbetet vetëm ta falenderojmë Krijuesin e gjithësisë për këtë mirësi, dhe ta lutim që ta shtojë këtë mirësi në zemrat e besimtarëve. Ne veç se dhe biseduam tashmë për periudhën ndër festa, se çfarë dallimi mund të ketë prej festës në festë, për shembull për shkëmbimin e gjërave që njerëzit kanë nevojë. Po sa i përket Fitr Bajramit, të ndalemi pak këtu, dhe Kurban Bajramit, përveç thirrjes së kurbanit që i dallon këto dyja, ndonjë ndryshim tjetër që kanë mes vete? Ndalemi tek emri. Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Fitr Bajrami është një Fitr Bajrami që do thotë fitrat, të cilat jepen atë, vitrat të cilat njihen gjuhën tonë, është një lëmoshë e caktuar, që është një fillimisht ngushtë e lidhur me agjërimin. Që do thotë disa tmeta që i kishe gjatë këtij 30 ditësh të agjërimit. Disa tmeta që i kishe që do të thotë se e ke kryer këtë adhurim, por nuk e kryer në formën më të kënaqshme për Krijuesin e gjithësisë. Dhe ke pas disa mangësi, nga se jemi të mangët. Themi se këto mangësi shlyhen që ditën e fundit të Ramazanit e japim një këtë lëmosh vitrat, të cilë është masë e caktuar, si pastrim nga ky lloj adhurimi, ku i jepet kategorive në nevojë. Dhe kjo është ajo veçanta që është në dobi të atij i cili ka agjëruar dhe është në dobi të atij i cilit i jepet. Për çka? Vetëm që ta festojnë një këtë festë.
ashtu është edhe Kurban Bajrami. Kurban Bajrami është një adhurim që lidhet me ty, dhe pastaj me këtë mish duke ushqyer edhe njerëzit në nevojë. Që do të thotë se çka është veçori tek e para janë vitrat, dhe çka është veçori tek e dyta tek kjo festë, veçoria e dyta është thirrja kurbanit. Agjërimi i ditës së Arafatit, kur e krahasojmë le të themi me muajin e Ramazanit që kemi më pas festën e Fitr Bajramit, tani kemi një ditë të rëndësishme, siç e thatë di ju, sa është vlera që ta agjërojmë këtë ditë para festës së Kurban Bajramit. Nuk e theksova në fillim, mirë po ajo çka kemi vërejtur ne në xhami para se të vijë Bajrami, para Bajramit, që ka një vëjditësim në mas tek besimtarët për vlerën e këtyre 10 ditëve, që ishin 10 ditë e Dhul-Hijhes. Ne tani me Bajram jeni ditën e 10. Që më herët, unë e mbaj mend që në fillim kur isha në medrese, në vitin 2005, 2006, 2007, ishte më radhë, që ne si nxënës të medreses e kemi, si më thanë, nëpër literaturë kemi gjetë nga profesorët tonë duke na folur për vlerën e 10 ditëve të Dhul-Hijhes. Mirë, po kur u ktheshe këtu si fëmijë, e vreshe që mena safave të xhamisë, por dhe jashtë xhamisë nuk ishin njerëz të vetëdijshëm për vlerën e këtyre 10 ditëve. Ne e kemi pas një vetëdijsim shumë të madh për vlerën e 10 netëve të Ramazanit. Dhe thukte ajo vret në qytet. Kemi filluar tani edhe këto 10 ditë, ndoshta me një ritëm më të ngadalë se sa ato 10 net, mirë po ka një vetëdijsim në mas tek besimtarët që vlerën e këtyre 10 ditëve. Ne themi se 10 netët më të mira janë 10 netët e fundit të Ramazanit. Mirë po 10 ditët më të mira janë 10 ditët e Dhul-Hijhes. Tek 10 netët e fundit të Ramazanit e kemi natën më të mirë, e cila është nata e Kadrit, dhe e dim vlerën e saj. Dhe tek 10 ditët e Dhul-Hijhes e kemi ditën e Arafatit, që tani më vesh jemi kush janë dhe jemi duke ditë vlerën e kësaj dite. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thot në një hadith, ku thot se vlera nuk ka në përgjithësi për 10 ditë. Thot një herë se vepra më e dashur tek Allahu është vepra e cila kryhet në këto 10 ditë. Domethënë, ti mund ta kryesh një vepër të mirë jashtë këtyre 10 ditëve, po si ka dashurinë tek Allahu xhallahu ala dhe shpërblimin pa mas në këto 10 ditë nuk shoqërohet me asnjë ditë. Dhe merrena këtyre ditëve finalizohet me ditën e Arafatit. Dhe çka është dita e Arafatit? Për ata të cilët janë haxh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-hajju Arafa. Haxhi është vet Arafati, që do të thotë Arafati është vet haxhi, që vlerën cilën e ka, nga se haxhi ka një muri ditësh adhurimet, që fillon para ditës së Arafatit, me ditën e Arafatit, pas ditës së Arafatit e vazhdon edhe 3 ditë tjera, themi se në mesin e saj dita e Arafatit kjo është vet haxhi, që do të thotë për vlerën të cilën e ka. Domethënë, ata të cilët janë në haxh. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se nuk ka ditë që Allahu xhallahu ala zbret në qiellin e dynjas përveç ditën e Arafatit. Andaj këtë ditë kërkoni prej Zotit çfarë doni nga sa ju jep. Kërkoni faljen nga sa i fal pa mas. Dakor, në një këtë ditë të Arafatit, vetëm një vepër, nuk jemi duke thënë as lutja, as leximi i Kuranit, as namazi nafile, as sadakaja. Mirë po, vetë një vepër e caktuar, cila është duke qëndruar pa ushqim dhe pa pije. Vetëm agjërimi, thot pejgamberi sa tham, dhe këtë nuk mund zgjedhet në asnjë ditë, thot se kush agjeron vetëm ditën e Arafatit, Allahu xhallahu ala i afshin mëkatet e vitit të kaluar. Dhe kjo është normale, e logjikshme. Nga se janë mëkatet të cilat i ke vepruar, por nuk e kanë dalë me kaq. Dhe është diçka e veçantë një kjo ditë. Dhe thot, dhe mëkatet e një viti që do të vi. Pa ato mëkate ndoshta akoma nuk i ke bërë. Pa çka se ti nuk i ke bërë ato mëkate, që tani pse ke agjeruar atë ditë madhështore që është tek Allahu xhallahu ala, edhe për një vit që do të vi pas, të ka plot mëshira e tij. Ku duhet të ndal? Duhet të ndalem që kjo vetëdijsim në mas, në përxhami duke u vrejt, dhe falënderimi po ashtu i takon Allahut. Edhe diçka të fundit, kemi marrë shumë minuta sot, por është kënaqësi të marrim mesazhe të tilla. Ata të cilët kthehen nga haxhi me shpresën që të jetë i pranuar. Çfarë duhet të kenë parasysh? Tani, le të themi, çfarë ndryshon nga parashkuarjes në haxh edhe pas le të themi kthimi i një personi tani nga haxhi. Çfarë ndryshon? Fillimisht lutim Allahun xhallahu ala që ata të kthehen në shëmir dhe më është pranuar. Dhe po ashtu lutim Allahun xhallahu ala që çdo kush që ka dëshirë në zemrën e tij, që Allahu xhallahu ala t'ia sjellë rrethanat dhe mundësitë që ta vizitoj atë vend. Mirë, po çfarë duhet të kemi parasysh? Njeriu i cili kryen haxhin ka një status të veçantë. Pse? Nga se Allahu xhallahu ala, ai i cili vjen në haxh është mik i Allahut. Që do të thotë sa njerëz kanë dëshirë. Madje sa njerëz kanë mundësi më shumë se ata të cilët kanë shkuar. Mundësi ekonomike. Mirë, po Allahu xhallahu ala ka vendosur që këta persona të saktuar, një këta i ka zgjedhur që të vinë mik tek ai. Dhe është një ndjesi e veçantë.
kur njeriu e përjeton një këtë. Pastaj Allahu xhallahu ala ja mundson shikimin atyre vendeve të shenjta. Dhe kryerjen e adhurimeve në ato vende të shenjta. Ku një namaz me fal në Kabe, është sa 100.000 namaze me fal në xhamiat tona. 100.000 sabahe, 100.000 dreka, 100.000 ikindi, 100.000 që ymri nuk të mjafton, vetëm një namaz që e ke fal në Kabe, një drek që e ke fal në Kabe, sa 100.000 dreka mi fal tek ne. Gjithë këtë shpërblim pa mas. Dhe pamjen e atyre argumenteve që të rrethojnë dhe përjetimin madhështor që e keti. Tani Allahu xhallahu ala të ka nderuar dhe të ka ngrit një stad manalt. Dhe kërkon që ti, pasi që e merr këtë epitet, haxhi, kur të kthehesh ti je tash njëri tjetër. Dua të jap një shembull sa për ilustrim. Dikush mund të shihet, tani do ta zbres pak në shumë thjesht, por sa të jetë e kuptueshme. Nëse dikush në një vend të caktuar, në një lokal të caktuar, xhamati xhamis, e shef dikush duke konsumuar alkool. Si do të jetë qasja e njerëzve, edhe kjo është në kulturën tonë, kjo duke ishte shumë e thukë. Për një herë ishin qas ky shkan xhami, që vepra ati, që do thotë ishte diçka irrituese. Mirë, i njëjti me katysh, nuk ka me kat tjetër. Mirë po, imagjinoni, që ndoshta një klerik fetar ta shif në gjendje. I njëjti me kat, si ai xhamat, po si ky. E reagimi i karshit do të jetë më i madh, nga se pse statusi kjo ka më të veçantë. Një kështu është edhe me rastin e haxhit. Njeriu mund të kthej për haxhit, por edhe dikush tjetër i cili është një këto, ndoshta e bën një vepër të ligë, si dhe të keq me kujshim, e një kështu me radhë. Por nëse e bën haxhiu, edhe tek masa njerëzve thotë ky ka qenë haxh, ky është ai i cili, andaj çka i takon njeriu i cili kthen për haxhit duhet të jetë më ndryshe. Nga se vetë mundësia pamjes aty në argumenteve dhe atyre adhurimeve në atë vend të shenjtë, ty të nxhvesh për disa njollave të zeza që ke në brendin tënde. Dhe pasi që xhveshesh kur kthen, ky reflektim duhet të shihet prezant, domethënë ka marrë një titull tjetër në kjo sa i takon për haxhit. Por çka duhet të ndalim edhe një mesazh në vendin tonë. E që ka qenë tradit shumë e ushqyer më herët. Po fal Zotit ka ardhur në zbehje, mirë po siç na vin lajmet akoma është pak prezant. Prezant është se një mëkat shumë i madh që kurbanet të cilët i blejnë dhe para se të therrin ato kurbane i fusin në dy luftim. Dhe kjo ka qenë shumë më herët të na majnë mend që është fëmijë, kur kam qenë më i vogël, ka qenë shumë prezant në qytetin tonë. Dhe alhamdulillah Bashkia Islame e ka pasur rolin e vet duke u tërheq vërejtën me këshilla kështu më radh, ka ardhur në zbehje. Mirë po, një mesazh munduam gjithë besimtarëve që ta kenë frikë Allahun xhallahu ala. Nga se një këtë kafsh, për një këtë adhurim që është duke kërkuar Allahu xhallahu ala, manipulimi i një kësaj, nuk është vetëm mëkati që i keni fut në dy luftim edhe pastaj i thirrni kurban. Mirë po, në një formë jeni duke manipuluar me krijuesin e gjithësisë. Dhe veç manipulimi, tendenca e manipulimit është mëkat në vetvete dhe mëkat shumë i vështirë dhe madhështor. E pa çka kësaj ja shoqërom edhe dy luftimin e kafshëve. Mirë po shpresom që kjo të eliminohet përfundimisht në qytetin tonë, nga se është një traditë shumë e ligë dhe vështirë që mund gjehet në ndonjë vend rreth nesh, kështu që lutim Allahun xhallahu ala që të na pastrojë edhe për kësaj. Mam faleminderit. Faleminderit edhe juve, edhe një herën urime festën e Bajramit, inshallah gjithmonë e presim me gëzim e harmoni. Faleminderit. Shikues të dashur, gjithmonë falenderues ndaj jush që në këtë ditë kaq të bekuar të festës së Kurban Bajramit keni gjetur momentet tuaja që të qëndroni me ne. Vazhdoni të jeni me televizionin Teuta edhe për më shumë çaste të tjera.